Skulptori dhe piktori Ilirian Shima, i njohur sa në Shqipëri edhe në Greqi për gjurmën artistike, ka ardhur në Sarandë me një surprizë që nuk ndodh shpesh. Ardhja e tij është e lidhur me një dëshirë artistike për të qenë i pranishëm edhe në Galerinë Art Saranda. Lidhja dhe simpatia artistike për piktorin dhe për gjeksin e kësaj galerie Lefter Çeko kanë nxitur aktin e një donacioni të rrallë për këtë institucion arti. Ai ka ardhur nga Athina për të pasuruar fondin e galerisë me portretin në teknikën e plexiglas të artistes së famshme Maria Callas. Është një ditë e vlerësuar për mua, por për Galerinë Art Saranda, se në momentin që unë jam duke bërë arkivin, duke dokumentuar, jo se kishim, tani bën një sistemim më special, vjen miku im, Ilirian Shima, një skulptor me emër, me personalitet, me veçoritë e tija të daltës, me gjurmët që ka lënë, për vlerat e veprave të tija, por edhe gjithë ajo krijimtari e tija që në momentin para 35 vjetëve që u ngul në Athinë. Skulptori Ilirian Shima, megjithse je migruar prej shumë vitesh në shtetin fqinj Greqi, ka gjurmë të fortë arti në Shqipërinë e zemrës. Emri i tij është prezent në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza të Tiranës. Krahët e shqiponjës së tij hapen në hapësirën publike të qytetit të Lushnjës e të tjerë. Këtu janë punët më të rënda, si me thonë, kuptimin e vlerës, e kupto. E fundit është Nën Tereza në Mermer, në aeroport. Një punë e cila më njohë shumë, si me thonë, e kupto, në publik. Punë shumë e rëndësishme për mua është edhe shqiponja në bronz, që është në Lushnje. Është 5 metra me 2,5. E cila u bë për vjetorin e Kongresit Lushnjës, një punë shumë e veçantë ajo, nga punët e mia më të mira sigurisht. Pastaj kam marrë pjesë edhe në për ekspozitat përbashkëta këtu. Kam njerëz që adhurojnë artin tim, kam klientel të mirë edhe në Shqipëri, edhe pastaj është ekspozita që bëra në 2014 në Galeri Kombëtare. Tashmë portreti Maria Callas do të jetë pjesë e ekspozimit të veprave më të mira në eksponantet e Galerisë së Sarandës. Për drejtuesin e saj, Lefter Çeko, kjo ditë durimi është e veçantë në ditarin e këtij institucioni arti. Duke dhuruar këtë vepër të Marias Callas, një personalitet i muzikës operistike botërore, në galerinë tonë thot shumë gjëra. Kjo është një simbol i harmonisë, i asaj që neve artistët e kemi dhe do ta kemi për herë në punën tonë krijuese dhe për vitet të ardhshme. E kisha marrë me vete se kisha dëshirë të bësha diçka shumë të vogël. Lefterit që është miku im. Nuk u nisa fare as për galerinë, që është neri madh për mua, po thjesht për Lefterin. Galeria Art Saranda ka hyrë si vjet në vitin e 14 të jetës artistike të saj, gjatë të cilave është rritur profesionalisht duke patur si kriter të parë cilësinë.